sot janë parlament dhe këtu po ndodh diçka e jashtëzakonshme, po zihen deputetët e opozitës dhe du t'i tregoj pak se çfarë po ndodh këtu. Kështu që rini 2 sekonda deri në fund videos për të kuptuar tamam se çfarë po ndodh. Inshallah nuk na e mbyll TikToku këto video, se normalisht janë shqetësuese. Ka atencion, po s'kemi çfarë të bëjmë. Kështu është dita sot, kështu që po të tregoj 2 sekonda prapë. Situata është pak e nxehtë. Ka ca ditë sepse normalisht ka gjyqje, ka spak, ka shumë zhvillime që po ndodhin në Shqipëri këto ditë. Dhe opozita normalisht ka qa bë vetëm të gjë ka. Kryetari i parlamentit sapo dha 5 minuta pushim. Dhe kjo është ai momenti që ne dalim dhe nuk filmojmë më. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.